Jo besimtari është i humbur. Munafiku hipokriti është i humbur. Idhujtari është i humbur, bidatësiu është i humbur. Po kështu ai i cili merret me riba është i humbur. Ai i cili vret në mënyrë të padrejtë është i humbur. Ai i cili merret me thashëtheme ka një lloj humbje. Ai i cili merret me nemime ka një lloj humbje. Ai i cili betohet rrejshëm po kështu. Edhe këto humbje variojnë. Disa janë më të forta dhe disa janë më të dobta. Por askush nuk mundet të shpëtojë nga kjo humbje vetëm se me ato cilësitë dhe të cilat Allahu Jalla wa Ala i përmend më pas. Kur thot: "Illa alladhina amanu wa amilu salihat", përveç atyre që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, të cilët këshillojnë njëri tjetrin, porosisin njëri tjetrin me të vërtetën dhe porosisin apo këshillojnë njëri tjetrin me durimin. Pra këto janë kërkesat e surës Al-Asr. Këto janë vetit e besimtarëve të vërtet. Këto janë cilësitë të cilat neve duhet të na karakterizojnë.